Derdanët e Anglisë donacion për qendrën e personave me aftësi të veçanta në Vlorë të pranishëm në turneun e futbollit për veteran. Derdanët, një grup miq shqiptar që jetojnë prej shumë vitesh në Londër në Angli, kanë ndërmarrë një iniciativë domethënëse duke ofruar një ndihmë për qendrën PAK në Vlorë, një ndihmë që tashmë do të jetë e përhershme për këtë qendër teksa 2 herë në vit do t'i ofrohet kjo ndihmë domethënëse. Një grupim prej tyre, shoqëruar dhe nga ish futbollisti flamurtarit Vasil Ruci, janë drejtuar mbrëmjen e së premtes kësaj qendre, duke e vizituar atë dhe parë nga afër ambientet dhe duke dëshmuar se do të jenë tashmë ndihmë për këta fëmijë. Shoksh, mundohemi që të kontribuojna shumë për trojet shqiptare. Kështu që ne kje marrë sonte te ju, mi ja u dorëzu një donacion të vogël. Edhe këtë donacion, ne kem vendosur që çdo vit juve t'ju dhurojmë tona. Këtë keni prej neve, prej kësaj shoqërisë. E thënë, të gjitha këto do kaloj në favor të fëmijëve, gjërat që do blejnë, ne do krijojmë një grup WhatsApp-i bashkë me juve për t'u dërguar dhe për t'i parë gjërat që ne do blejmë me këto lekë që ju i dhuruat fëmijëve. Ne jemi një grup shokësh që mundohemi t'ju ndihmojmë kush ka nevojë. Kështu që këta e keni prej neve, edhe na vjen mirë. Me dhon donacione edhe gjatë vitit. Se ashtu të bojnë edhe në Kosovë. Kështu që kishim mujt me dhonë shumë donacion, se kemi organizatën bajegi të madhe në Britani, kështu që kishte qenë mirë që me pas edhe një account, që se na smujna Vasil çdo herë me qenë këtu prezent. Edhe është ma mirë, është ma transparente, edhe ma transparente. Kështu që, po. Ky kontributi është i gjithë shqiptarëve që janë në Londër, se ne organizojmë turnire për 2 herë në vit, bëjmë turnire futbolli, edhe të hollat që i mbledhëm, ata që vinë me lu kontribuojnë gjithë ato, edhe të hollat që i mbledhëm kemi vendosur prej vitit tashëm, mja shpërnda shkollave ose fëmijëve kështu që janë me aftësi të kufizura. Menjëherë pas vizitës, ata kanë tekstuar se ky grupim që jeton prej vitesh në Londër do të mundohet të ofrojë ndihmë dhe asistencë dhe për qendra të tilla në trojet shqiptare, diçka e cila do të jetë edhe për qendrën PAK në Vlorë. Për sonte lindi ideja e zotëri Vasil Rucit për këtë qendër zhvillimit, okay? Na jemi një grup shokësh në Londër. Ne mundohemi që të kontribuojna shumë për trojet shqiptare. Deri tash, me tregu të drejtën, i kemi ndërtue 3 shtëpia. Edhe një e kemi këtu në Shqipëri gati tu bo. Edhe prej kësaj viti çka dojna me bo, dojna me ju ndihmu organizata jo qeveritare. Edhe ne çdo 2 herë në vit mbajna turnir. Që ati turnirit marrin pjesë të gjithë që janë në Angli prej trojeve shqiptare. Aty grumbullojna shumë, shumë të hollave, edhe mundojna t'i shpërndajna kudo. Për këtu, ju garantoj prej shoqërisë tonë që ky donacion s'është i vetmi. Do vazhdojmë çdo vit. Do me thonë, jem të gatshëm, u i ndihmu. Në një turne futbolli në Vlorë me rastin e 28 nëntorit, por dhe në ndihmë të njerëzve në nevojë, veteranët e Derdanis kanë ofruar kështu asistencë dhe ndihmë për qendrën PAK, e cila tashmë do të jetë e përhershme.